Në numrin e ri të revistës Newsbomb.al do të lexoni: Përtej Zvërnecit, kur flamingot zbritën në shesh, ajo nisi si një betejë kundër një projekti miliarda eurosh dhe u shndërrua në revoltën e një brezi. Kush janë flamingot që po sfidojnë Shqipërinë e vjetër? Republika e protestave, çdo brez ka revoltën e vet. Nga rrëzimi i bustit të diktatorit të Zvërneci, protestat kanë shoqëruar çdo etapë të tranzicionit shqiptar. Pse çdo brez shqiptar e gjen veten sërish në shesh? 35 vjet PS, po sot Shqipëri pamthuajsie, festa e një partie që feston ditëlindjen përballë një shoqërie që kërkon përgjigje. Zvërneci, shansi i tretë i Shqipërisë, pas Porto Montenegros dhe Club Med, një tjetër projekt gjigant premton të ndryshojë hartën e turizmit shqiptar. A do ta kapim këtë tren apo do ta humbasim sërish? Saranda që pret botën, kryebashkiaku Olti Çaçi rrëfen transformimin e qytetit që synon të jetë destinacion në çdo stin, mes investimeve, turizmi dhe një jete që nuk ndalet me verën. Filmi për të shkëputur nga lëmosha, mes debateve dhe pritshmërive, kinemaja shqiptare përballet me zgjedhje më të madhe të viteve të fundit, të mbijetojë apo të bëhet industri? Në play-off kuqezi, nga Nikšići në Prag, vajzat e Armir Grimës kanë thyer çdo parashikim. Për herë të parë, kombëtarja siguron një vend në play-offin e botrorit, po si kur ëndra më e madhe të jetë ende përpara? Këto dhe shumë të tjera do të mund t'i lexoni në numrin e ri të revistës Newsbomb të muajit qershor.